Mbajti lidhur pas ekranit shqiptarët në vite 2000. A e gjeni dot se për cilën aktore bëhet fjalë? Telenovelat venezueliane patën burimin e tyre në vitet 80 në gjithë botën, por vetëm në vitet 2000 erdhën në Shqipëri. Sigurisht që askush nuk e harron më të suksesshme prej tyre, Cassandra, e cila fiksoi pas televizorit të gjithë shqiptarët kur transmetohej në televizionin Telenorba. Cassandra hyri në librin Guinness për shikueshmërinë maksimale në 128 shtete. Femra dhe meshkuj të vegjël e të mëdhenj ranë në dashuri me ciganen e bukur e cila u martua në një shtëpi pasanikësh, pa ditur se në fakt ishte mbesa të parit familjes. Pak pas dasmës, bashkëshorti i saj vritet dhe të gjithë fajsojnë Cassandrën. Ktu fillon dhe i gjithë kalvari vuajtjeve për një nga personazhet më të dashura për shqiptarët. Por çfarë ka ndodhur sot me protagonisten? Sot gati pas 30 viteve pas rolit të saj të fundit, aktoria, emri së cilës është Goraima Alejandra Torres Diaz, por nga të gjithë njihet si Goraima Torres ka ndryshuar, ruan gjithashtu freskinë dhe bukurinë për të cilën e mbaj mend. Në vitet 1996 ajo dashurua me kolegun Nicolas Montero, me të cilin u kurorëzua në martesë, që prej atij viti 48 vjeçari jeton në Kolumbi së bashku me bashkëshortin dhe djalin Manu Nico.